Themelohet Agjencia Ndërkombëtare e Talenteve. Të shtunën më datë 7 mars, u mbajt eventi lançues i Agjencisë Ndërkombëtare të Talenteve e para e këtij lloji në Shqipëri, ku profesionistët vendas u takuan me agjentët ndërkombëtar të filmave. Aktorë dhe teknik të industrisë së filmit ishin pjesëmarrës, me dhe pa eksperiencë nga fusha e kinemas, duke hapur kështu mundësinë për çdo që është i apasionuar pas industrisë së filmit. Agjencia Ndërkombëtare e Talenteve është e lidhur me studio televizive dhe filmave në Londër, Los Angeles, New York dhe përtej. Ajo synon të shërbejë si një korridor direkt i projekteve midis Tiranës dhe profesionistëve të Hollywoodit. Themeluesi i agjencisë J. Grayson Stubbs u shpreh për televizionin CNA se është optimist për çfarë mund të ofrojë Shqipëria në arenën botërore të filmit. Jam këtu sot për të patur biseda nga afër me artistët dhe komunitetin e filmit dhe për të fokusuar tek talentet në rajon, të cilët duam t'i ndihmojmë të rriten profesionalisht, t'i rekrutojmë dhe ekspozojmë ndaj produksioneve ndërkombëtare televizive dhe filmike. Unë kam qenë edhe vet aktor, kam lindur dhe jam rritur në Los Angeles dhe erdha këtu me shpresën se do të ndërtoj një bazë talentesh që do ta vendosin vendin tuaj në hartën e prodhimeve filmike. Jam optimist për çfarë ofron Shqipëria dhe me Institutin Catalyst shoh që është bërë një punë jashtëzakonshme në këtë drejtim, duke krijuar atë bazë që ne kemi nevojë për ta konsideruar vendin tuaj në realizimet filmike të mëdha. Hapat e mëtejshëm janë që ky institut të vazhdojë me përgatitjen e stafit të filmave ashtu siç ata kanë nevojë, dhe ne shpresojmë pastaj hapi tjetër është që të gjejmë dhe mbështesim talente të mëdha, duke krijuar network dhe ngritur ura bashkëpunimi. Njerëzit kanë qenë të interesuar për faktin pse unë kam zgjedhur Shqipërinë për të hapur agjencinë e talenteve, por nuk kanë shumë njohuri dhe eksperiencë nga ky vend. Ndaj na duhej ky event që të shpalosemi për ata që janë të interesuar në industrinë filmike. Stubbs është aktualisht drejtori i kompanisë filmike Rose Tint Films, ndërsa më parë ka qenë drejtor ekzekutiv i gigantit Lionsgate. Ai ishte i pranishëm në kampusin e Tiranës për t'u njohur me talentet e filmit në vend, ku shpjegoi se si do të funksionojë agjencia. Tashmë me Institutin Catalyst dhe me Agjencinë e Talenteve, profesionistët nga e gjithë bota do të trajnojnë kinastët shqiptar për ta përfshirë Shqipërinë në lupën e kinematografisë botërore. Catalyst Institut është një qendër trajnimi që funksionon prej 2 vjetësh në vendin tonë. Puna e tij po bën realitet një vizion që synon të përmirësojë cilësinë e produksionit filmik në tërësi dhe përgatis stafin e profesionistëve të gjithë llojeve në industrinë e filmit në Shqipëri. Ka rreth 180 vende pune në një set filmi. Shumica e njerëzve mendojnë se kineastët janë vetëm regjisor, aktor ose kinematograf, por ka edhe punë të tjera në aspektin teknik dhe krijues. Në filma ka nevojë për editor, teknik post-produksioni dhe animacioni. Ne i trajnojmë njerëzit në të gjitha këto pozicione pune, pasi duam të tërheqim produksione ndërkombëtare që të bëjnë xhirime në Shqipëri, por aktualisht nuk ka mjaftueshëm njerëz të trajnuar që të përfshihen në produksione të mëdha filmike. Prandaj hapëm këtë institut. Jemi fokusuar te kushdo që ka interes në këtë industri, pasi eksperienca amerikane dhe britanike është ndryshme nga ajo e Ballkanit në industrinë e filmit. Nevoja më e madhe në Shqipëri sot është tek stafi teknik, pasi shkollat e filmit këtu janë të fokusuara kryesisht në aktrim, kinematografi dhe regji, por nuk mund të realizosh filma vetëm me 3 pozicione pune. Produksionet e mëdha filmike mund të punsojnë 100 deri në 200 persona. Prodhimet e mëdha televizive mund të punsojnë deri në 4000 persona. Ne presim pas 3 muajsh prodhime filmike që do të vinë në Shqipëri për xhirime, dhe ky nuk është një synim i paarritshëm. Thjesht shumica e shqiptarëve nuk e besojnë akoma. Ne e dimë që është reale, pasi producentët e filmave nga Londra kanë vizituar 3 herë Shqipërinë në një vit. Prandaj besojeni se realizimi i filmave të Hollywoodit në Shqipëri është një realitet i afërt. Trajnimet e ofruara mbi industrinë amerikane të filmit dhe televizionit përfshin produksionin dhe realizimin e eventeve të kinemas në Tiranë, aktor, shkrimtar, regjisor, producent filmash, teknik të filmit dhe çdo person tjetër i stafit të realizimit në të gjitha hallkat e tij janë tashmë pjesë e kësaj qendre filmi. Mes ekspertëve të filmave ndërkombëtar që ishin të pranishëm në event ishte edhe Rowan Cassidy, graphic designer i filmave të famshëm si Matrix, Pirati i Karaibeve, Moulin Rouge dhe produksione animacioni të Disney.
Kur njoha me Filipin dhe Pamelën, që janë themeluesit e Catalyst në Shqipëri, më bëri përshtypje vizioni që ata kishin, potenciali i kësaj hapësire, dhe kjo ishte shumë interesante. Kam 20 vite eksperiencë në industrinë e filmit, kryesisht në anën vizuale të filmave. Kam qenë pjesë e stafit të regjisorëve në filma të mëdhenj artistik, si Thor, Piratat e Karaibeve, e tjerë. Ajo që dashuroj është pjesa vizuale e rrëfimit të një subjekti filmi, arti dhe dizajni, pra forma e shprehur në gjuhën e kinematografisë së filmit. Ndaj jam i interesuar të punoj me student dhe të shoh artin e tyre në këtë aspekt, në skenën e filmit. Kam kaluar kohë në Australi në vitet 2005 e mbrapa, një kohë kur produksionet e mëdha si Matrix apo Moulin Rouge u realizuan nga giganti Fox Studio, pra e kam përjetuar rritjen e kësaj industrie në kohë. Kam qenë pjesë e stafit në realizime të rëndësishme filmike. Dhe këtu e ndjej potencialin e madh që ka Shqipëria. Njerëzit e interesuar në këtë industri do gjejnë informacione mbi realizimin e filmave artistik, ku unë kam eksperiencë, por edhe atë që Instituti Catalyst ofron, pra rekrutimin e talenteve dhe realizimin e një zinxhiri pune. Ndaj jam i lumtur të ndaj eksperiencën time këtu. Ekspertët e industrisë së filmit nga Hollywood kanë bërritur në Tiranë për të dytin vit radhazi, duke themeluar këtë herë edhe agjencinë e rekrutimit dhe vendosjen e lidhjeve midis produksioneve të huaja me talentet shqiptare. Për ta bërë më konkrete nismën, artistët dhe teknikët e filmit që ishin pjesëmarrës në event mund të skanonin një kod të publikuar në fletushkat e ekspozuara në mure, ku më pas do të regjistronin të dhënat e tyre. Në këtë mënyrë, agjencia i përfshin ata në listën e stafit të filmave në Shqipëri për t'i bërë më pas pjesë të projekteve konkrete filmike. Me premtimin e projekteve ambicioze së shpejti në Shqipëri, ku buxhetet arrin në miliona dollar, mund të thuhet se Shqipëria ka shanset më të mira ndonjëherë në perspektivën e kinematografisë botërore.